Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. O mbrojtën e sot, kemi ardhur, është fillimi i javës. Do flasim, do përpiqemi, ne themi në një gjë dhe ju ndoshta të dëgjoni gjërat që ne themi. Mbrëmjen e sotme, ne do të vijojmë të flasim për zgjedhjet që kemi përpara. U larguan pak për Tiranën, siç e vutre ju ajo kështu e pezulloi dekretin e presidentit Begaj, dhe tani jemi në pritje çfarë do ndodh. A do kemi kryetar në vendin ku jetojmë këtu në kryeqytet apo jo? Megjithëse kryetarët në vendin që unë i kam thënë vazhdimisht nderuar shikues, që kryetari këtej ky Gjati, zoti Edi Rama, dhe kryetari tjetër këtej është Sali Berisha, dy veta që janë që drejtojnë vendin dhe ata e shohin, e përpunojnë, e rregullojnë këtë vend siç duan ata. Por ne do flasim sipas rregullit, formalisht. Por përgjithsisht do të flasim sot për faktin që opozita ka marrë borxh disa kandidatë pavarur. Se pas ka marrë borxh jo vetëm të Tiranës, por dhe të tjerët. Ndërkohë kandidatët e pavarur thonë që nuk kanë punë me Partinë Demokratike. Tani pse i ka marrë PD-ja këto? Shumë njerëz e legojt Liga, thonë që i ka marrë borxh, po to humbë. Thotë ne unë s'kam punë, se unë si kanë zgjedhur, ishin të pavarurit. Pra, por këta sikur kanë alergji nga PD-ja, përgjithsisht ky Tiranës e bën këtë punë. S'kan punë me Partinë Demokratike. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka vendosur të mos lejojë në panelet televizive politikan të saj. Një pjesë edhe vinë, thanë mua vime të gjitha, por një pjesë urdhër i prerë i partisë që këta, nivele shumë të larta, nuk do vinë. Por ne i kemi dalë kësaj të keqe përpara. Dhe sot, nga sot ne do të thresim njerëz të rëndësishëm që mbështesin opozitën. Të medias, njerëz që kanë dorëzuar jetën e tyre në media. Të parin menduam të thrasim njeriun që i është gjendur Partisë Demokratike në të mirë dhe në të keq, zotin Fari Balliu. Por sidomos i është gjendur në të keq, binde 97-a, janë mbathin të gjithë. Shkupe tutje, kapnin botën, Austri, gjithë botën, kontinentin, dhe më ata në kontinentin. Fari u vinte asë. Do njërë Fari e ke dashur Partinë Demokratike më shumë se veten. Dhe nuk e bërkeq. Do njërë partia duhet dashur. Pra, mirëmbrëma Fari. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi që jemi bashkë. Përveç zotit Balliu është Nikol Lesi, gazetari i njohur të gjithë kohën, botuesi i gazetës Kojon. Më parasinën kur bëm skaletën që nëse ti nuk e thua botuesi i Kojon, mund të Nikolla të mos të flasë një muaj ose dy. Kush e ka sajuar këtë mua? Pse? Më thanë më bashkëpunëtorët që kam mund punë. Zoti Andi Tela dhe zoti Anton Abili e kaj ndihmojnë, si zakonisht emisionin. Faleminderit shumë. Bravo. Në studion 2 ne do të kemi një të ftuar tjetër. Është Dritan Gremi. Dritan ne të kemi vënë në studion 2 nga që këta janë të gjithë analistë dhe njerëz të njohur të botës medias, dhe ti do të ish nga aty. Është njëjta gjë, pjesëmarrja, siç e shikon, e ke monitorin aty ti, monitorin. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma. Ti do të jesh të thuash çfarë të duash, si duash, dhe në një mënyrë të barabartë, siç jemi. Gram Greni si përmarrës dhe kërkon të jetë kandidat i pavarur në Tiranë. Në fillim kur unë fillova të pyesë të gjithë më thanë që është stomatolog. Por ti jo, kështu e thënë. Jo. Por diçka merresh me punët e dhëmbëve këto, si janë njerëz të Italisë që rregullojnë dhëmbët tua, nuk e di. Ndihmon. Unë jam, dëgjova. po, unë jam si përmarrës. Si përmarrës, po. Po, tash kjo puna e dhëmbëve. E kanë thënë me qëllim thua? Jo, absolutisht është e drejtë. Po kjo puna e dhëmbëve nuk është kaq e thjeshta një dhëmbë ose një dhëmbëball. Domethënë, sot që ne flasim u merr me turizëm dentar, e kam lançuar për herë të parë në 2009-ën, dhe sot është një industri që vlen diku tek 150-200 milionë euro në vit për vendin. Dhe vinde shumë të huaj që i rregullojnë këtu. Mbi të gjitha të huaj. Domethënë kur themi 200 milionë euro, janë 200 milionë euro, nuk janë gogla. Tani ne do flasim sot që si bëj unë të gjitha, domethënë në shtrinë gjithë vendin. Jo, sigurisht që nuk i bën gjitha, po bën shumë punë, kam dëgjuar. Bile, nga që bën shumë punë dhe duhet të jesh njëri i kamur, të sulmojnë dhe shumë me sa kam vënë unë. Thonë ka bërë kështu, ka bërë kështu. Unë jam... E sa vura re, se hapa këto unë? Unë jam i lumtur
që punoj dhe bëj atë që dua dhe për të marrë s'ka marrë asgjë, e kam fituar me djerës. Tani për të marrë, ne nuk e di me kupton, por nuk kemi thirrë për këtë punë. Edhe po ke marrë mi ke bërë, ma se këtu rëmbime ka të gjithë vendin, po... Jo, unë s'kam rëmby asgjë, faleminderit. Tani, ti i e shpallur, je kandidat i pavarur për Bashkinë e Tiranës, o zotëri. Do të them dhe një gjë që në fillim mund që të mos duket si... Po nuk kam ndonjë kompleks për këtë gjë, domethënë biles. Jo, përderisa ti je shpallur, ti nuk e ke kompleks. Biles është përgjegjësi shumë e madhe. Por gojë tani se në një popull që ulemi në për kafene, ulemi kudo të thashete me bejnë. Është i futur nga pjesë e Veliut, më thanë mua. Arion Velias. Nuk është e vërtetë, apo nuk nifesh me këta. Jo, unë nifem me Arion Velian, nifem me Arion Velian, unë nifem me shumë njerëz e politikanë këtë vend, nifem me djathtë, nifem njem. Ajo njem, ajo që duhet, nuk është një turp të njohësh Arion Velian. Jo, në asnjë mënyrë. Ylli, të themi një gjë, lutem, para çfarë ditësh, më qelloi që në Facebook më doli një postimi Arion Veliajt me të birin, që kishte ditëlindjen. Dhe tani burri që është burrë edhe që ka një pjesë humaniteti shkon dhe një koment ja bën dhe unë ja bëra një koment, po e di çfarë pash? Të gjithë edhe 100 djalit dhe kaq. Mirë bërë, të gjithë... Ajo që dua të them është një gjë tjetër, që aty ishin të gjithë, përveç atyre me cilët ai ka dhënë dhe ka marrë, pra ka patur interesa bashkë. Dhe kjo e tregon, domethënë, pak a shumë se si është kjo botë, si është ndërtuar e si kishte krijuar ai marrëdhëniet me ata njerëz që sot sigurisht e kam braktisur. Domethënë, unë me Arionin Veliajn kam patur patjetër e kam njohur, por nuk kam pasur asnjë lloj marrëdhënie që mund të më bëj pis në kuptimin e plot fjalës. Domethënë, çdo gjë që un kam bër, gjithë udhtimi im ka qenë... Qartë, se do të jemi për ti të na shpjegosh qysh si pse ty hypi kjo ide, si të erdhi dhe ç'mendon se fiton dhe ç'do ti bësh këtij qyteti, më shumë se ç'ish bër. Do të pyes unë ty. Tani, nderuar shikues, se harova unë tani se njeriu edhe haron pjesën e dytë do kemi se janë bërë dhe zgjedhjet në Kosovë, në fakt përgjysmë kanë mbetur se ka balotazh, do të ketë balotazh gjatë Nikoll. Ndërkohë, kemi dhe Donald Trump i tha kjo është ere parë për 3 vjetësh që ai ka bashkuar Gazën me Izraelin, ka pushuar luftat, kështu thot ai tani. Ai ka thot që ka pushuar shumë luftra, edhe Armeninë me Shqipërinë me Azerbajxhan me Shqipërinë, gjithë ka thënë shumë, një 7 luftra i ka pushuar. 8. Tani këte ka të fundit dhe ndoshta e ka pushuar vërtet dhe po e pushoj, bravo i qoftë. Do të kemi në ftuar në panel 2 ekspertë të kësaj fushë dhe 2 që do të qëndrojnë nga kolegët që unë kam këtu. Tani fillojmë. Zgjedhjet në Tiranë, siç e tham, janë për momentin të pezulluara, por gjithsesi kandidatët vijojnë fushatën për të qenë të përgatitur. Çfarë mendoni për 3 kandidatët që kemi deri tani? Arlin Qori, Gerta Manasiliu dhe Florian Bina. I fillon Fariu me zotin Nikoll, sepse 2 kolegët e tjerë unë edhe i kam pyetur. Apo jo, kemi bërë... Po? A do mendimin tim a... Jepe Nikoll mendimin. Zoti Rakipi, e para, si që duket drejt tani fushata në Tiranë, Partia Demokratike ose ka bindje që humb Tiranën, ose nuk do ta fitojë Tiranën. Megjithatë thuar që nuk do ta fitojë Tiranën është pak e rëndë, po mënyra se si po punon PD-ja dhe gjetja e mënyrës se një kandidatit pavarur që është njëri i nderuar, aktor i nderuar, por unë kam qenë dhe jam partizan se duhet patjetër një kandidat i mirëfillt politik nga PD-ja. Një nga figurat, si pas meje, gjithë një unë japë mendimin tim, një nga 3 figurat që ka PD-ja, për shkak Rita Tabaku, deputete po që duhet bindur, ose Ilir Ali Mehmeti, ose Kleviz Balliu, jo se është te Fariu këtu, por e kam bindjen që është njëri që është sprovuar në betejë dhe ka dhënë për Partinë Demokratike një figurë e re, e pastër, pra duhet një figurë krejtësisht politike për mua. Dhe mënyra se si kanë vepruar, si po vepron PD-ja dhe partitë e late, të krijon idenë se ato duan t'ia lënë në fund, se zgjedhjet besoj do jenë nga mesi i dhjetorit, më sa dëgjova duke ardhur Blendi Klosin, që tha në një intervistë diku ishte mos gabon, që tha pak a shumë ne jemi përgatitur nga mesi i dhjetorit
që të ketë zgjedhje dhe Krishtlindjet do ta gjejnë Tiranën me një kryetar të ri. Pra, me sa duket, edhe 31 tetori që është vendimi i gjykatës kushtetuese, zoti Rakipi, me aq sa kuptohet mes rreshtave të deklaratave, do të argëzojnë kërkesën e Erion Veliet dhe menjëherë besoj që presidenti i Republikës do shpallë zgjedhjet në Tiranë që i takojnë sipas Blendi Klosit gjithnjëtash nga mesi i dhjetorit. Por vim te kandidati. Edhe një herë mënyra se si është gjetur... Do me thënë, nuk do ta kemi këtë vit të ri, do ta kemi me kryetar. Do ta kemi, besoj, ma e sa... Është një fat i madh. Do kemi kryetar, kupton? Besoj që kryetare me sa shumë kuptoj. Ta. Por duke përfunduar që të mos bëj debat me zotin Fari, sepse kam kolektiv. Po edhe një herë insistoj që një nga këto 3 figura absolutisht për mua do ishte kandidati më i mirë për opozitën. Pastaj, as fitonte është një çështje tjetër, po duhet një kandidat i theti Tabakun, Ali Mehmeti, Tabaku, që duhet i bindur, Klevisin. Ilir Ali Mehmeti dhe Klevis Balliu. Po në fakt përkrije nga të tre këta se për t'ishte për të tre kryetar nuk ka. Për të zgjedhur, jo, thash unë 1 nga 3. Ti tani je një njeri që kupton mirë, ke qenë në politikë sa kohë, ke qenë se ti je në 3 kandidat, 3 kryetar tani. Me leta tani unë thash 3 nga 3 i zgjedh PD-ja, nuk i zgjedh unë. Po mendimi im ishte për shkak Ilir Ali Mehmeti ishte kandidati më i mirë. Po pse është më i mirë? Është më urtë kështu e. Dro. Ta marrë fjalën. Si nxënësit që kanë qenë të urtë. Ylli do dëgjosh apo do futesh tash? Po të hiqim në shkollë. Tani unë po të them. Mendimi im është që një nga këto 3 kandidat, fakti që nuk e zgjodhen një nga 3 kandidatë, që ishin për mua, sipas meje, kandidatë me potencial. O zotri, kandidati Ali Mehmeti dhe kandidatja Tabaku nuk pranuan. Po nuk pranuan, po duhet Partia Demokratike të kishte bindur leadershipi për këtë punë. Qenë në parti nuk do thosë se s'do pranosh për diçka, edhe do sakrifikosh. Kjo presupozon. Jorita Tabaku shumë mirë mund ishte kandidat, ose Klevis Balliu, ose Ilir Ali Mehmeti, ta thash edhe një herë. Tani të vim te kandidati. Vinte zotri po të thoshin. Partia, çfarë Po të partia vinte. Prioritën, se desa për më të parën gjithmonë, është për... Nikola është prioritën. Jo, unë thash, unë thash një nga këto 3. Ja tha për Ali Mehmeti, nuk tha për Jorit. Unë thash një nga këto 3. Dhe personalisht do isha për Ilir Ali Mehmeti. Ka pasur prioritën dhe mbulon për Mehmetin. Por, Ylli, fakti që nuk e zgjodhen një nga këto 3, ta marrë tash edhe një herë, do thotë që PD-ja është para përgatitur që do humbi në Tiranë. Para përgatitur thotë. Absolutisht, dhe nëse do justifikohet, thotë. Po pse mos jetë kundërta, Nikol? Si? Mund të fitoj. E di që do humbte me njërin nga këta të 3, kështu që gjeti një zgjidhje tjetër me shpresën që nuk do humb. Po pse mendoj që humbte një nga këto 3? Pse si? Sepse të gjitha dhënat dhe rezultatet e zgjedhjeve të pashme ka treguar që opozita i humb zgjedhjet në Tiranë me diferencë të thellë në këto kushte. Po atëherë mos futet fare opozita të Tiranë. Ja pra, po mos futet fare sa për gjetur formalitet. Po një zgjidhje tjetër, po bën një tentativë tjetër, po eksploron një fushë tjetër për të provuar nëse ka të mundur të fitojë apo jo. Se kuptojnë kë një këtë gjë zotri, a i ka mendimin e vetë, mirë bere që e te. Zoti Fari, si mendon? Unë mendoj se kjo zgjidhje që është gjetur nga aleatët dhe PD-ja është një zhvillim i madh, i një trajtese politike të shkëlqyer për zgjedhjet lokale. Dhe shkëlqyer thoti? Po, gjykoj sepse kjo tregon që Partia Demokratike ka vendosur një parim bashkë me aleatët. Nuk ka vendosur në mënyrë meskine të fitojë ajo, të përplaset ajo, të bëj këtë. Po përkundrazi ka menduar për bashkinë në një mënyrë më të gjerë. Dhe figura që ka gjetur më ka bërë më shumë optimist se dakordësia me parimin. Sepse figura që ka gjetur, e thonë të drejtën, në investigime shumë serioze, jo subjektive, rezulton që është pritur jashtëzakonisht mirë. Pritur, thua? Po, është pritur mirë, dhe këtë e them me sinceritet dhe jo me pozitë politike. Është pritur mirë, sepse ai djali ka një trajektore interesante dhe në politikë, modeste, por gjithsesi e ka në një mënyrë të tillë që ka marrë konsensus shumë të madh, sepse duke bërë atë piranjan, pavarësisht se ai ka marrë pjesë edhe në aktivitete tjera opozitare përpara, por ai e mbytin me telefonata njerëzit dhe shikuesit dhe me informacione për zbërthimin e korrupsionit. Dhe kjo ati i ka dhënë një format shumë interesant përveç disa dukurive ekstremisht pozitive që i ka, që nga fiziku,
që nga fakti që është një brillant si talent, dhe që janë këto luajnë një rol shumë, se ne kemi parë kur kandidonte Reagani, për shembull, se si luante rol ajo puna, po Schwarzeneggeri për guvernator me një politikan goxha serios atëre, senatore i fuqishëm, fitoi Schwarzeneggeri. Dhe ka raste të jashtëzakonshme në botë, dhe të shikosh gjetje të tjera të politikës. Dhe unë e quaj edhe një, si thush, një modernitet që futi politika shqiptare. Pavarësisht se e futi, nesër mund ta bëj dhe PS-ja, edhe do t'i vi rradha ta bëj. Po kjo që e futi është një gjë shumë progresive. Dhe sigurisht në PD nuk ishte vetëm 1-2 që donin, apo 1-2 që s'donin. Kishte plot që donin. Bile lista shkonte ke 19 veta që donin kandidonin. Por unë gjykoj që ky që një hap shumë inteligent. Kandidat mirëfill politik ishin, apo? 19 nga PD-ja, brenda, 19 veta. Donin, dinin. Për Tiranën? Po, doshin. Jam dakord, Po të caktoj partia, dakord. Po gjykoj kryesia. Donin tamam. Po kush ishte? Se përveç... Janë të rriti ishte një kandidat i Po mundshëm. doli, ka dalë disa. Rana Kalaj ishte një kandidat i mundshëm. Këta ishin kandidat që donin vërtet. Po i djali tjetër. Pra, ju zoti Balliu, mendoni që është një zgjidhje tmerrsisht inteligjente, Po, inteligent. dhe ju duke zgjidhje mirë që të ketë kandidat jo partijak dhe të merë kandidat i botës borç. Të duke ty kështu se forcat politike, me shkuptoj unë zoti Balliu, ka një rregull, edhe ju duhet ju një pavarësisht nga krau që keni tela, që mbani të gjithë, duhet të ndërhyni në këtë bisedë, sepse ose unë që po them këto fjalë nuk jam mirë nga mendja, që të marrësh kandidat borç, ti je forcë politike dhe me zipret të vinë zgjedhje, sidomos kur je në opozit. Çfarë do me thënë kjo? Si e shpjegon ti këtë? Për zgjedhjet lokale... Merë borç. Shu ylli. Si? Për zgjedhjet lokale... A diti kush ka qenë një... Që të marrësh 6 kandidat ti, më falë. 6 kandidat jo politik, jo nga partia. Dhe 60, po pse kur dhe i nata që kanë jo politik? Politik janë gjithë shqiptarët, e fillojnë gazetën. Rikje djalin, pastaj, mere. Së shkëshu e. Mere, thiri të vitë shtëpi, bëjnojnë pun tjetër. Po, Tarën e Partisë Socialiste që është kandidat borç. po, nga u morë ky? Cili Ky me vëth. Ky, kryeministri, ky me vëth. Sot është kandidat Nga u morë ky. Ma thua i qik me Ai vëth, ka marrë kemi qenë bashkë atje ke... Ai është bërë antar i PS-s në 2003. Kjo që thonë, dakor. Nga u morë, ma thua i... Ore, mendoni që ta doni këtë gjë, unë nuk e di, Jo, po nuk ai e ka di, ardhur, nga u mori, ai e mori Fatosnano, Po, nga e mori. jetët. Nga e E mori. mori, jetonte në Paris, mo. Që shdo të thotë? Normale si që jetojmë të gjithë, diku. Ky Diku njerëzit jetojnë, po një minutë, pra ta mbarojmë. Tani sigur kishte veth, Dhe i doli mirë, lidhje ka doli veth i farim, fal një minutë se doli nuk mirë. kuptoj. Se tani po e bëm bisedën Se ishte që ka shokor. veth e Dirama, s'ka veth. Pse ka vën veth? Po jo, kur e mori se tash e ka hequr. Ai e mori nga një ambient që Mori dhe jetë. Dhe i doli me sukses. Bravo i që. po. Fatosi ka një merit të shquar që gjeti një kandidat i cili doli këtu ku doli. Dhe ishte pjesë. A partijak. Dhe ishte... A partijak. Jo mor burr. Ai edhe sot. Edhe sot ai tani ta interpretoni kështu. Po mirë. Ai kryetar bashkie kalon nga ai ishte ministri i kulturës së Partisë Socialiste. Po kur ishte ai ishte pjesë integrale. Po një minutë. qeverisë. Po një minutë mo zotëri, një minutë. Ai ishte pjesë integrale e Partisë Socialiste. Ishte ministri i kulturës së të majtës shqiptare. Parti fare, s'kishte lidhje me parti. Antar partiu më 2003. Por e zotëria ishte Treshin ministri. është bërë. Po zotëri, nuk bënte emision në televizion. Është Emision për humoristik. Ai ishte zotëri, nuk them jo, mo jo, s'kemi gjë me këtë djalin. Po them, ke marrë 6 kandidatë zotëri, ke marrë 6 kandidatë... parimin ylli, jo 6 kandidat. Ke mo? marrë parimin. Cilin parim? Parimin që do ta Po zgjidhë. që do forcën politike, pastaj? A mund të më spjegosh ti? Do ketë tjetë Ore djali ten, ç'punë bën tani në parti? Qa punë e bën tani? deputet. Që po shkruan libër më Është themon? kryetari i komisionit. Jo, ore, ti tani më themua po shkruan libër. Po i lumt. Se nuk vete. Jo, le të shkruaj, nuk po them jo. Unë nuk jam kundër librave. Ti ke shkruar 50. Po, Tani, problemi është, zotëri nderuar, që them unë, po të hyj në bisedë. ku e ke ti atë që të dhem ty? Mua, Pse u mor? Apo pse s'u mor? Se kuptoj. Se që u mor u bë mirë. mund t'i- Djali është gjetur. Djali ten- Është gjetur shkruaj. Po të gjithë normal janë. e di ku është, Po partisi bidet parimi, Unë zgjodhi dëgjoj parimi. argumentin, unë do të thres në studio edhe. Del studio dhe është djali mirë, thonë këta, le të jetë më. Kush?
Unë nuk i të... Për ka ke fjallë? Mehmeti. Një minutë. Ure shumë mirë, po... Një minutë, më zotri, dele dhe thotë, unë nuk kandidoj këtë radhë, thotë. Unë do kandidoj kur të vinë zgjedhjet e përgjithshme pas 2 vjetësh. Ti kandidon këtë radhë, i jep impuls dhe fuqi Partisë Demokratike, me që është njeri shumë i mirë, zoti Niko për shembull, që kemi këtu, kam në krahun e djathtë, filloi të shpjegonte që ky është djalë shumë i mirë. Për politikan e ke fjalë, një kështu i djali pashëm apo kështu. Si politikan. Atëherë, si politikan, unë duhet të shpjegoj që ky duhet të kandidonte për Partinë Demokratike. Mendoj unë, A do e thlasësh këtu? Tela. A do e thlasësh? Pyete? ju pyes ty, ty të kam thirr për Jo, analizë. pyete pse ai e ka... Ore, të kam thirr për analizë, më zotëri. Po ai e ka mendimin e vet. Fal, Farim, unë bëj një sqarim. Po. Edi Rama kandidoi për kryetar bashkie pa dëshirën e Fatosnanës, nëse ti e mba mend. Po, patjetër. Jo. Po kush e propozoi? Ishte lobi, Fatosnana ishte propozoi. lobi Ilir Metës, le këtë punë. Fatosnana e propozoi. Atë pyet Yll Rakipin dhe mua di më mirë. Që- Absolutisht Lemo se diskutojmë atë. nuk e donte nuk e donte për kryetar bashkie. Është eksakt kjo Ata e vun para faktit kryer Fatosnana. Çdo më thon, Fatosnana ishte para faktit Po mi kryer. dakord, por çdo më thon lobi Sepse Ilir Meta ishte njeriu... Ai ishte pjesë e politikës. Minutë, Ai ishte minutë. për partisë i Një pavarur. minutë, mo. pjesë e partisë. Ishte momenti... Atëre... Ishte pjesë e ministri. Gjatë që si di të gjoj. Ishte kryeministri i Ishte momenti kur Ilir Meta po përpiqej me të gjitha fuqitë të merrte Partinë Socialiste. Jo. Po, ishte vit. Po. Nuk është ashtu, pra. Po. Mirë, dakord. Le ta them unë si... E dini ju, po unë... Po si, unë e di nga Fatosnano. Edhe unë Si e di nga Fatosnano? Fatosnana e propozoi me arsyen sepse donte të krijonte një dualitet mes Metës dhe Ramës, sepse nuk i donte bashkë. Dhe duke e çuar si Po unë di si rëzun Fatosano. Jo, pra, Jo, Anton je gabim tonë. Po këtë ma ka thënë propozuesi mo. Po le Cili për propozim? ka thënë. Fatosnano Po mo. nana si thot gjithat vërtetat që Pra, Po le të tha, po e çova në bashki, ata do përplasen me një tjetrin. Dhe kjo interesonte për momentin atij sepse ishte pa pushtet. Tjetër se ky doli nga dora dhe... Jo, ajo vajti pastaj sepse Rama nga ai moment filloi ta mendonte vetëm për kryeministër. Dhe filloi të ndajë nga Meta. Dhe kur bëri aksidentin Nano, pavarësisht se ishte në sherr me Metën, ai vajti në spital në Greqi. Çoj tufle lule. Çoi duve me lule, si që kanë këto. Po se kujt... Rama punonte fshehura si pastaj për... Tani, shiko, në qoftë se ne duhet të ikim bisedës, Pa e lëm të se... ne hapim edhe bisedë Ismail Kemali, kishte qeveri se Arova. Do pra se... Po deshët ju, Lef Nosën e kishte... hajde të flasim për qeverinë e... Po që se keni dëshirë Jo, të me që hapët ju për bisedën... qeverit e Ahmet Zogut, jo, ne sapëm që fare, Edi Ramën e apeti. Unë e dyra... Po, Unë e thash... po ti këtë dhe pra. Një shumë përshëndet... Jo e se gabim. Edi Rama vjen sekretar bashkie nga ministri i kulturës i Partisë Socialiste. Dhe jemi përballë prove tani. Jo Po, vjen antari keq. PS. Jo antari PS-s Ylli. Në 2003 është Por bërë. e si e vërteton ti që s'është antar PS. Po është bërë në Ti 2003. listat e antarëve të PS-s Po,ike. mbaj më... 2003 ka shkuar në ceremoni të Musa Ulqini. Ore, më vjen keq e Ore, ka marrë nga tesër. Musa Ulqini ti tash. Edhe këtë do ta hedhësh poshtë. Jo më unë se... Në 2003 e mori Po, me dhe ceremoni e po, kënë po, dhe televizor, po, po, kronikën e po, kënë në në qoftë- televizion. Fari, Kronikën. unë të kam thirrur në një emision i dashur, Fari, ku ti të flasësh për çfarë po ndodh tani në... Po ja, ra fjala tek kjo. Në qoftë se doni të gjysmore të flasin për Edramën. Jo, po jo, s'ka, po si model të. Me që- Që i sukses shumë. Precedenti... Doni, jo, Precedent politik është. do me thënë, Sali Berisha kapi kopjokave Edramën. Jo, nuk sa që kopion. Se ky tha është një gjetje inteligjente Po, ta. gjetje Kjo ishte inteligent. merit e Agron Shehe, se Agron Shehe bëri këtë propozim. Po doja mund dilte, sepse... vërtet Prandaj Jota edhe ky Tabaku- mori gjitha të mbështetjet. tash. Jota Tabaku, Ali Mehmeti edhe Klevis Balliu nuk kanë pranuar, ose nuk janë shprehur pro kandidimit. Jo, Po nuk ka Klevisi kërkuar shpreh pro. partia. Po, Klevis është shprehur, rajmë ti. Vjen keq, ai. Por partia zyrtarisë e ka kërkuar asnjëri prej tyre. Shkruan njëri nga shikuesit që Leri, sigurisht unë do ta bëj këtë punë 100%, tani do t'i le. Por në qoftë se njerëzit bëhen bashkë dhe nuk ka debat për këtë gjë. Në qoftë se thresim Edi Ramën, si u bë kryetar bashkie këtu, nuk ka kuptim Në biseda. histori po bëjmë. Ne po flasim Hapim për gjë opinion. tjetër. Historinë do ta me Ja, Zogut. kështu se ndryshon tani. Do histori ta me Zogut. Jo, Një muaj përpara Me që ne u diskutonim se çfarë duhet bëjë dhe po bën Partia Demokratike përpara zgjedhjeve. Dhe nuk po nxirrte kandidat. Agron Shehe propozoi formulën e tij. propozuar ndërkohë. E kishte propozuar që në gusht dhe po debatonim. Duhet që të ketë një Ishte kandidat për përbashkët mua shumë e gabuar. Po, Agron Shehi Po, pra, i vinte supat po pra, po ky debat kandidimit dhe të kandidonte aty. Jo të gjetë një njeri unë, përse jenë politik ti përse?
me ta menderen. Një pjesë mendon si Niko që duhet një njeri politik, një pjesë tjetër mendonte që s'duhet një njeri politik, duhet një njeri tjetër. Dhe kjo është si t'ja apo shkuj gomarit, ajo pyetja e famshme, ka vënd tash. Nuk mundet dot që mbasi këta e kanë zgjedhur ne t'i kthejmë prap diskutimit, do duhet ishte politika apo jo. Ky diskutim u bë përpara, ky diskutim ka përfunduar tash. Përgjigjet do t'i mbarim kur të bëhen zgjedhjet e Tiranës. Ishte e drejtë dhe e frytshme kjo që bëri Partia Demokratike dhe pjesa tjetër e opozitës, apo s'ishte e frytshme? Përgjigjet dalin mbrapa. Veprimi që ka bërë është ndryshe nga gjithë rutina e veprimeve që ka bërë në 35 vite. Ne do ta shohim të punën e unë përsëri do t'ju thres ju. Po, dakord. Po të them një kuriozitet. Zoti Fari do ta thres këtu. Masi dali rezultati. Pasi dali rezultati për zgjedhjen inteligjente dhe ne do shohim. Ne kemi një rezultat. Ne do them që ti ke drejt. Por unë kuptoj një gjë. Forcat politike në botën që jetojmë lindin dhe janë Nikoll, që të kam thirrë për të folur, lindin dhe janë për të kandiduar. Dakor, në zgjedhje. Ne me kandidim e kemi të qartë. Ne kemi parë diferencë 20.000 vota, 30.000 vota, 60.000 vota mes kandidatit të Partisë Socialiste dhe atit të Partisë Demokratike. Tani do kemi mundësinë të shohim, do ri po ky rezultat apo do kemi rezultat tjetër. Këto përgjigje do marrim ne kur të bëhen zgjedhjet. Kur të bëhen, se ne nuk e dimë ende do bëhen zgjedhjet apo jo. Pavarësisht se Nikolla thotë vjetorje e tjerë, është duket e vështirë. Të them një kuriozitet ylli, nga zyra e Saliut, nuk e dia e mbal mend ti ke qenë, po një nga kandidatët që ka propozuar Sali Berisha në parti në zgjedhjet ku ka dalë Spartak Ngjela, e di kush ka qenë përpara Spartakut? Po ai nuk u pranoi një herë, pastaj u tërhoq për arsye shëndetësore. Ka qenë Ibrahim Madhi, violinisti. E ka thirrë në zyrë Sali Berisha, i ka thënë, ai tha, unë e pranoj, një njeri shumë autoritar, përveç morale dhe autoritar. Pra, nuk është se kjo një përgjithësi edhe kur bëhet tek bashkitë dhe kur bëhet për komuna, kur bëhesh, përpiqej të gjithësh një njeri që uret mos ishte vetëm të kishte edhe këtë përgjithësi. A vim te kandidati, se tash kjo punë ka mbaruar tha Tela. Kandidati që është i opozitës, bile ishte edhe kandidat një tjetër, nuk e? Ky është i pavarur që doli tani? Ky ylli? Po. I pavarur. Jo, nuk mbështet nga PD-ja fare. Jo. Atëherë, kandidati që është sot aktor shumë i njohur, njeri shumë i mirë, unë nuk e njoh nga afër, po gjykoj nga larg, domethënë duke parë aktivitetin e tij, por ai ka po bën një gabim fushat. Unë ta thash edhe në kafe dhe po ta them tash që ai tani thotë jam kandidat i pavarur dhe nuk lejoj kryetarët e partive politike të mbështesin fushat. Pra nuk pranon Berishën fushat. Atëherë çfarë kandidati si do i marri? Nuk lejoj, ai tha nuk. Ai kështu është shprehur tekstualisht në një media tjetër. Jo lejoj. Unë isha aty tani kur nuk lejoj. Unë isha aty ti më Jo te ti jo, televizion tjetër. Ka dalë diku tjetër. ka dalë asnjë. Po më ta nxjerrë, ta kërkojmë tash. Me Tolli ka qenë, me Tolli s'ka Po tjetër. jo më pra jo. Ai ka thënë nuk pranoj kryetarët e partive politike. Jo. Ai ka thënë nuk do dalë me ta. Kur e ndryshoi? Ata do mbështesin. Kur e ndryshoi? Qose ka A dite që tha, Po mirë, E ke kuptuar pa gabim. Jo. Ai ka thënë s'do dalë, ti ke marrë nuk lejoj. Jo. Mirë. Ai s'ka lejon apo s'lejon dot. Ai ka thënë do bëjnë fushat timen me shtabin tim. Skema klasike që del kryetari i partisë dhe thotë ky është kandidati dhe hajde flet kryetari i partisë. Si me Gjë nuk do ai. Me shtabin e vet. Me shtabin e vetë sepse ai është kandidati i pavarur që mbështetet nga opozita. Ora tash Ylli Rakipi, të lutem. Madje Te punën e kandidatit pavarur. Jo për pjesën e për ta përforcuar këtë gjë, ai do mbledhë dhe firma. Tela. Tani ai tha te Top Channel mos gabon, që ka marr modelin e Nikollesit. Apo ja, tha kështu? Dhe në Nikoll. Si kandidat i pavarur. Si jam rasti parë, tha, është Nikolles. Po pra po, këtë model. Tani unë po ta them jam vetë këtu. Se modelet ndryshojnë me këtë. Jam vetë Nikollesi këtu. Unë po të them si kam kandiduar i pavarur. Ai ka model krejt tjetër që nuk besoj ta sjellin sukses. Unë kam thirrur kandidat i pavarur, ishte zonë e Lezhës, zonë e djathtë, këtë e djathtë, e di Fario atëherë ishte këtë e djathtë, dhe Partia Socialiste nuk fitonte dot në Lezhë me një kandidat tjetër. Isha Botus, isha Dia Lezhë etj, dhe kisha fis të madh, dhe isha presidenti i partia dhe mora, fal. Dhe ato më futën me ide si kandidat i pavarur që merrja pjesa gri. O Fari, pra pjesën gri, dhe pjesën e djathtë. I pas ka thonë Nikolla Po nuk është Nikollaj, po Nikolla ka fituar dy palë zgjedhje dhe kanë fituar si pavarur. Ti fitoje ai Flerani, pastaj dakord. Tani vite kjo. I thirra kryetarët e partive të PS-së, PSD-së, që ishin të gjithë front.
front përballë PD-s. Si tash i ka Po edhe këta front do jenë, Nikol. Po si front? Qa viti? Ore po, tani Qa viti e bëre frontin? a do marri Sali Berishën kraj? Po këtë pra tha që nuk do dalë, ai Qa këto viti e tha pra, bëre frontin? që nuk do dalë me Sali Berishën në çdo lagje të shkojmë bashkë. Unë do bëj fushatën time, thot, më mbështesin partitë politike, kaq. Kaq, është e thjeshtë. Pra, Që jemi, okej, ose cili marrë mendimin e vetë gjithë, por ka një problem, një handicap, domethënë se mirë, dakor, Tiranën e zgjodhe kështu, se zgjodhe 2 kandidat, po të 6 kandidatët të i zgjedh. Në këtë mënyrë, dhe duket që Po këtu nuk do shkon të ylli. Pra nëse ai do zgjidhte vetëm Tiranën, një të pavarur dhe në 5 të tjera do vinte kandidat politik, atëherë do kishte drejtë të thojë se nuk ishte parimësi. Jo, ke gabim. Kjo është një mënyrë për të justifikuar humbjet. Absolutisht. Ja këtu do jemi. nuk lidhen me atë. Për mua ai mund të shumë kandidat politik. kemi shumë pa kohë. Skem. Dakor, por jam dakord Tulli, që do mblidhemi a gjithë je partitë dakord me mua se opozitare dhe do ky kemi është kandidat që do një para përgatitje për humbje dhe për të justifikuar që ishte një kandidat i pavarur, si ishte Joni, nuk ishte E PD. dormë nga humbja dhe unë si isha Si aty. kanë ardhur gjërat Nikol, humbje do ishte ajo në të gjitha variantet. Jo. Po Merë 5 vota. Atëherë, Shiko, parti politik. në qoftë se Ali Mehmeti është vërtet kandidat, a i shkon dhe merë 5 vota më shumë për Partinë Demokratike. Jo sa që ishe diferenca me Belind Këlliqin. Nuk ushtrua kjo. Një minutë. Po s'ushtrua kjo pra. Po jo më se... Fare. Nuk ushtrua vetëm media, Nuk u nuk ushtrua diskutuar politikisht. Janë bisedime, a ka mundësim? Në kryesi, nuk u shtrua kjo. mundësitën. Në takimin me Ka aleatët. mundësim, ose edhe djalë tënë t'jesh në kryesi dhe në shef i rëndësishëm. Edhe njerëz shumë të tjerë, me djalën tënë s'kam biseduar, por kam biseduar me të tjerët. Pristin doktorin të kthej nga Evropi dhe të thosh ç'a do bëj. Dhe ai erdhi dhe tha këtë gjë që tha. Dhe tani, pyetja Do të thush që ja kanë thënë ata të Evropës, apo? Jo, në Evropa do t'ja ketë thënë edhe nga planeti Mars, dikush, se nuk... vetëm që erdhi- do t'ja kenë thënë nga Amerika, Evropa dhe bashkë, po duhet të vinte doktori të ishte në Shqipëri, fari po them. Po patjetër. Ose nga tro gjëra, Tjetër. tani se ti... Ti e di që duhet vi doktori. Krijon Ti e figura... di që duhet vi doktori. Krijon figura letrare. Po këtë po them më burr. Do vinte dhe do urdhonte dhe urdhroi. Tani, pyetja ime është, me që ju jeni analist tani, them, a është Bina e vërtet një kandidat i pavarur? Pse kompleksohet ai kur e lidhin me Partinë Demokratike? Kaq keq ka përfunduar PD sa ky sillet si kur e shajnë kur i thonë je i PD-s. Ka thënë nuk dua kryetarët e partive në Po fushat. pra, ja, ta thashën tonë. Nuk dua, thot. Ja. E ka thënë, i tha te Ta ma Grida hodhen Duma. poshtë, O Ylli, këta ma hodhen poshtë, nuk e ka thënë. Unë Jo, e ka ai tha thënë. që Nuk dua nuk do kryetarët e jem me partive. kryetarët e partive. Jo, nuk as Ore, lejoj, as pari, daloj. ai duhet të deklaroj, jam kandidat i Po ishte në tonin e emisionit. Mbështetur nga PD-ja, mbështes PD-n, E ka thënë ajo. gjithë partitë politike, i kërkojnë në front, edhe pjesa që është, është mbështetja, pjesa që quhet pjesa gri. si është mbështetja? Si mbështetja? Kërkojmë mbështetjen e partive. Po i më të thot hapur, jo. Ela, jo vërtet te- mendon kështu? Se do të futet Jo, kështu. jo. Se, O, Andi, Lore ai që ke një pozicion shumë Ai interesant. mundohet të Një justifikojë. minutë. Vërtet mendon kështu? Ta them sinqerisht. Vërtet mendon kështu me këto gjëra që ke thënë deri tani? Po unë Vërtet nuk, vërtet apo bën sikur se kupton çfarë po ndodh? Se e kuptoj shumë mirë çfarë po ndodh. Se pari unë e kuptoj për shkak. Po them ato që mendoj. Rezultati, po pra po them, po të pyes për arsye tjetër. rezultati me një kandidat politik diej. Dakor? Po provoj një skem tjetër. Mund të jetë i njëjti rezultat, nuk e dim. Mund të jetë rezultat ndryshe. Do është veprim ndryshëm. Dhe ti do vish të thuash këtu te unë, pastaj Po e do të njësoj se s'do bëj një gjyqje, por do vi Ky këtë. rezultat ishte dhe unë e thash, mund të jetë i njëjti rezultat. Kështu do ta thuash. Jo, Unë të kërkoj analizë. Po them që ne do marrim Unë të përgjigje kërkoj në bashkë analizë rezultatit që do dhe nëse dalë. ti nuk e kupton që Partia Demokratike këtu do që të thotë humbëm, unë s'kam punë me humbjen, Kjo është përgjigja më e thjeshtë që mund të jap apo? po pse po ti si e pas them? Falë që a mund të dalë në një përgjigje nga fillimi deri në fund? Po. E para një, këto janë zgjedhjet pjesëme të jashtëzakonshme. Nuk ka në statutën e PD-s në një partie politike shqiptare që mban përgjegjësi për një humbje në zgjedhjet e pjesëme. Kurrë asnjëherë. Aq më tepër që nuk po humbet as si bashki PD-ja, se i ka dietat PS-s to. Qartë. Jo, është test. Jo, ke gabim. Një sekondë të mbaroj. E ke gabim. PD-ja pas humbjes me 11 maj do të bëhet të paktën një bashki ta marrë. Një bashki, një. Më Po thuaj pra, mua. një Do e bashki. marrë një bashki? Do po. As një bashki do marrë. Sa do marrë zgjedhjet Shohim, ta shohim. jo, Zgjedhjet pjesëme nuk ka si bashki për të marrë, nuk ka si betejë E ke për. gabim, e ke gabim. Për mua s'do të kishte hyrë fare, por me gjë hyri dhe me gjë e mori të gjë. Kjo ishte mendesh?
mundësia... Kjo i thua ti shumë ndesh. Po. Unë s'po hyj, sepse këto zgjedhje tani janë kështu, janë S'ka mbaruar me 11 majnë. janë do me thënë 2-3, 5 zgjedhje se janë ato. Se ti Nikol mendon që do ketë zgjedhje të bashkisë? Do ketë Tiranë zgjedhje të bashkisë? Po sikur gjykata kushtetuese të japi drejt Erionit, ka drejt Erionit kandidoj. Jo, s'ka nevojë të kandidojë, janë ulluar në Kandidon fare, vazhdon kryetar. Ai mbaron kryetarët. Pari, qofsha i gabuar, gjykata kushtetuese me 31 tetor rrëzon kërkesën e Erion Velis. Po pse? Pse? Po mirë tash, unë po të them... Po tash, o rëzonës ajo? Unë po ta japë 90%. Po ti e ke informacion apo e ke? Një analizë me ato që tim, jo me ato që do ndodhin, me ato që ka ndodhur. Po me tepër ti. Të bëjmë një analizë për ato që ka ndodhur një. Pra, Partia Demokratike vendos të në zgjedhje bashkë me Alatët, ka një propozim në tavolinë që është Jagron Shehaj, që thot duhet bashkohet e gjithë opozita dhe nxjerrë një kandidat jo partijak, dhe pavarësisht se dorën disa kandidat vullnetar, vendosi, mori një vendim politik që të bashkonte opozitën dhe të kalonte përtej opozitës. Në nisi njeri që të vret për doktorin. Ky është një vendim politik. Jo që ta kuptosh. Të flasim? Pra, vendimi politik që te kaloi opozitën, që të shtonte votat e opozitës, ishte për shkak të situatës jashtëzakonshme ku është vendim. Që votat e opozitës duket mjaftuar, duket qartë që votat e një partie nuk mjaftojnë, sepse zgjedhjet nuk janë të lira. Atëherë shtojmë sa më shumë vota, shtojmë një aleancë dhe me shoqërinë që të paktën të rezistenca të bëhet sa më e madhe. Që mos jetë çështje vetëm kandidatësh dhe zgjedhjesh, po të jetë çështje e përfshirjes së gjithë shoqërisë në rezistencën me një njeriu që nuk bën zgjedhje, në një pushtetit absolut. Pra, ose është varianti që thot Abilek nuk merr pjesë, ose vë njerëzit më të fortë që të marrin 5 vota më shumë për partinë. Te kalojnë BD-n ama. Po për këtë kandidaturë... Si që është kjo kandidaturë? Që është fiksa... Për këtë kandidaturën e PS-s, nuk do flasim ne? Për këtë Manastiriu? Tani unë bëra pyetjen e parë për këtë ç'mendoni dhe foli vetëm Nikola dhe ti nuk e kërkove. Ç'mendon thash për Alin Qorin, Ogerta Manastir Liun? Po për s'ka ardhur. Fola për Florianin, ja të thash, do flisni ju të dy thash, sepse kolegët e tjerë kanë qenë dhe kanë thënë mendime, janë shprehur. Zoti Tela dhe zoti Abilekaj kanë shprehur. Ti tani u shpreh Nikola për njërin dhe për tjetrin, ti nuk u shpreh, shprehu tani urgjent sa më parë. Jo, unë thash 3 emrat e mi, thash. Jo, për këta të tre, thot, për Arlindin... Jam akoma të tre që e fillimit unë. Se kemi dhe kandidatën e 4 që po lëmënje. Dhe kandidati 4 që do hyj tani se unë e kam... është edhe një i partisë punës, Marko Dajti, dhe ai do kandidat, edhe ai do mbledhë firma do kandidat. Marko ka dalë. Po pret. Ska dalë akoma. Her pas her del dhe ai. Po. Ai ka djori pavarur tani, pavarësi e madhe dhe doli dhe Marko. Si s'na theti ta kishim thirrë Marko. Shiko, për mua Po kemi kandidatin që fari dhe të futim me njërë kandidatin. Për mua që të ketë një seriozitet të madh çdo diskutim dhe analizë për zgjedhjet është me interes të trajtohet se kë vendosi PS-ja pas kësaj traume hajdutësh, vjedhjesh gjigante të bashkisë, pas kësaj drame të madhe që i ka shkaktuar këtij kryeqyteti, pas këtij profili prej hajduti që nuk po diku të futet Rama prej atij pa le populli, Rama s'po diku të futet prej Veliat pa le populli, tani ky sjell mis vdekjen e Covidit me tenderat sekret të Ministrisë së Shëndetësisë dhe me firma të tjera, dhe pastaj me arsimin që vajti 81 vende sipas studimit të PISA-s Shqipëria poshtë dhe me vrasjet në për shkolla dhe në për gjitha këto. Se çfarë do t'i shtoj kjo bashkisë vetëm në qoftë se ky e ka vu se kjo është më e zonja se Erion Velia dhe nuk do kapet kur të bëj marifetet e Erionit. Ky është një trishtim shumë i madh. Ndërsa për zotin Qorri, ai është në profil të vet, ka të drejtën e vet të kandidoj, ashtu siç ka të drejtën e vet ai i pavaruri tjetër Gremi, që është një imprenditor serios, modest, është nga Elbasani, aq më mirë akoma. Me një familje qytetare, shumë të mirë, kështu që këto janë jetë, por të vësh Manastiliun, do të thotë, jo të mos e duash këtë popull, po ta urresh deri në vdekje. Deri në vdekje. Ajo të marrë vota, ti e di fabrikën e votave që ka Rama në xhep. Kështu që s'kan bëdysh. Që do të Abileka që aty që shkojnë në votime këta. Pasë më rozjedhët.
Të nuk shkojnë e gjenë një mënyrë të si do të bëhet ato, se këta e nuk shkojnë dhe pranojnë rezultatin pastaj. Me një rezultat partijak do ishte më ndryshe, më i parashikueshëm rezultati. Tani me këtë... Tashi nuk është i parashikueshëm rezultati, ta dish. Është pritur jashtëzakonisht mirë ky djalë, është pritur mirë është. Po. Edhe nga Dakord. nga segmentet të pa imagjinueshme që ta presin mirë. Tani, kalojmë pak te zoti Gremi. Përse ndihmon regjia me zotin Gremi, se ju e nëzërë, zoti Gremi tani... Faleminderit që ma dhatë fjalën. Ja, se po do jemi posaçish me ju për t'ju pyetur dhe gjitha, sepse ky ishte një problem që paka shumë ti do të angazhohesh për këto që tam ne. Pse të pavarur, se pastaj i bie që pse se ti për shembull je vërtet një njeri i pavarur, edhe pse thonë që është Jerion Velis. Atëherë koncepti Kalojmë pak te një pikë. Përse kërkoni të jeni kandidat për Bashkinë e Tiranës? mirë. Si ju lindi kjo dëshirë tani? Ju një biznesmen i njohur me fejtime të mëdha, me gjëra të rëndësishme, pse doni të shkoni aty? Okej, se u thanë shumë gjëra një herë, është pikës pari Farimi Mbroma, se ne jemi komshi, të bëj një korektin vogël. Prejardhja ime është, unë jam përmetar nga Imat, unë jam nipi Riza Vërqishtit, pra kam rrojnë nga përmeti shumë në dha, gjyshet e mi kanë qenë belera, abdetar, njërës që kanë sakrifikuar për vëndin. Ime më pasaj është ka një dege ka nga Elbasani, një tjetër ka nga Pogradeci, po një sjarim i voskër këj. E dyta, unë besoj që... Ja një dege pas ka gabuar Fari. Pa tjetër. Që shumë dhe një nga Pogradeci. Jam shumë krenar nga kjo dega Elbasanit. Edhe një nga Pogradeci nga Fari u vetë. Jam krenar nga kjo dega Elbasanit, sepse... Plus jeni fqenjë tani. Sepse është nga Lagja Kala, më ndihet që ka prodhuar Lagja Kala. Tash i thonë këto... Jo, Fari, nuk është nga Lagja Kala. Koncepti i kandidatit pavarur, në mendimin tim, ka, le themi, si epiqendër, pavarësinë e njeriu për të menduar, për të kuptuar, për të vendosur dhe për të propozuar. Dhe unë të siguroj që i gjithë programi im është shkruar për 5 ditë. Si? I gjithë programi im, ai që të kam nisur, e kam shkruar për 5 ditë. Programin, po e kam patur... Po 2 faqe kështë aty, se nuk ishe në gjithë madhe. E shumë ditë ke argjuar. Tani, janë 10 pika. Se mund. Jo, janë diku të 30 faqe që i kam nisur tani. 30, ha? E, mi ke tërguar tani më vonë. Janë 10, është një program me 10 pika, dhe ndryshe nga çdo kandidat tjetër, në standardi që unë kam dashur vendos është të kemi një program. Sepse askush nuk e ka një program. Kjo është hera e parë që një kandidat... Askush nuk e ka sepse nuk po bëhen zgjedhjet. Jo, tash i programin ti duhet ja japësh... Programi do t'i nxjerrin ata, për shembull te PS-ja e zgjedh, programin e bën Edi Rama. Nga pavarësia këteja e bën programin e bën Sali Berisha. Pavarësia tende o e bën ti vetë o si shton Erioni. Unë nuk besoj që Edi Rama ka kohë të shkruajë programet, është goxha i impenjuar ashtu dhe doktori. Si gjeta gjëra sa të duash në si shkrua ka Edi Rama programu. Megjithatë, një kandidat, le themi diçka, brenda duhet ta ketë dhe duhet shkruaj vetë programin. Thon këtë. Tani ti ke bërë program. Thon këtë. Po firmat ai ke mbledhur o zotri. Më lër të them dhe një gjë tjetër. Po jo pra tani se do të pyes unë. Më lër të them një gjë. Se po erdhe dhe më lexove ose më the ato që do ti vetëm, nuk të dëgjon njeri. Unë s'kam lexuar asgjë. Jo, vetë më flet pa lexuar deri tani. Më lër të them. Por do t'i përgjigjesh pyetjeve të mia. Të faleminderit, patjetër, por më lër të them një gjë, se unë ndeta dhe prita. Tani ajo që mua nuk më pëlqen në gjithë këtë gjë është që ne ose ju jeni duke diskutuar për gjithçka përveç se për Tiranën. Për gjithçka përveç se për Tiranën. Domethënë këtu problemi kryesor ose piknisja e programit tim kanë qenë problematikat e Tiranës. Pra këtu merremi akoma me PS-n, me PD-n, me Edi Ramën, me Fatosnanon, më thonë, nuk po merremi... Po deshe, atëre unë zbreste kafja, ti ngjitesh tu lart dhe bën programin tim. Ti. Po mirë, nuk e thirrur për... Ja një minutë. Një minutë tani. Unë po kam bërë një skalet. Dhe them, dua pyes analistët dhe të ftuarit e mi, se që janë këta njerëz që janë zgjedhur të pavarur. Janë të pavarur apo jo? Ky është tek. Po jo ty. Ti ke dalë vetë si i pavarur. Ty unë të bëj pyetje të tjera dhe pyetjet janë shumë thjeshta. Thash, pse kërkon ti jesh kandidat? Je për bukurinë në punën tënde të gjithë.
pse do të më ngarkohesh me gjërat Tani, të tmerrshme? do ta them dhe A këtë. mund të ma thuash të Ta gjithë? them, njeriu Dhe ka- shikuesi ta dëgjoj që ky është njeri që do të ndërtoj vërtet më vendin. Tani Tirana është në një është në kushte skandaloze. Tirana ka nevojë për ka shumë probleme. Tirana është bërë e pajetueshme dhe njeriu vetvete, përveç paras, biznesit e gjithë gjërave të tjera, ka dhe vokacione të tjera në jetë. Dhe unë besoj që vokacioni kam pasur shumë. Nuk e kam patur shumë të lehtë ta bëj këtë hap, se kam shumë hallë dhe probleme, kam shumë pak kohë dhe për familjen, për vajzën time dhe për djalin, por vjen një moment që njeriu do zgjedhë, dhe çfarë do zgjedh? Zgjedhja që unë jam duke bërë tashti është do vazhdojmë të jetojmë në këtë vend apo do marrim dhe do ikim, se në këtë qytet nuk jetohet më. Pra unë mund t'i them vetes time, mund ta bit vendin time, vazhdo dhe jeton këtë vend për 1, 2, 3, 4 ose 5 arsye, mund mbyll një sy ose 2, por kur vjen puna tek fëmijët, që unë të vendosja ata të jetojnë këtu, unë nuk mund ta bëj, nuk mund ta pranoj dot këtë gjë në kushtet aktuale ku Tirana është. Pra kjo Tiranë ose do ndryshohet, ose nëse do vazhdojnë të jetojnë në këtë lloj mënyre, do marrin dhe do ikin. Dhe për mua ikja është e tmerrshme, sepse unë kam qenë jashtë, kam jetuar 20 e ca vite, jam rikthyer në kohë shumë vështira, jam rikthyer në 2009 kur Tirana nuk ka qenë kjo që është sot, ka qenë shumë ndryshe. Kemi kaluar një kalvar shumë të gjatë, kemi punuar shumë fort për të arritur këtu ku jemi, por tani erdhi një moment që jemi akoma në dishezë dhe nuk shkon më. Dhe unë të marr dhe të kthehem prapë për mua është tmerr. Çfarë shikon gjërat më të këqija zoti Gremi këtu ti? Aty kam renditur, duke filluar që nga pastrimi. Po e kanë program, po unë dua t'i thuaj kështu se s'do lexojmë ne tani. Që nga pastrimi për shembull, Tirana është e pistë. Tirana nuk lahet. Tirana lahet vetëm kur bie shi. Dhe kjo është gjëja më skandaloze. Që të themi që ne me taksa që paguajmë, se ne paguajmë shumë taksa, unë paguaj miliona lek çdo vit taksa. Buxheti i Tiranës nuk ka para për bler makina për të larë rrugët dhe për t'i dizinfektuar, mua për këtë gjë nuk ma mbush mendjen kush. Që ne nuk kemi njerëz që me pompa dore të shkojnë dhe të lajnë trotuaret e t'i disinfektojnë siç bëhet në çdo lloj kryeqyteti tjetër të botës, kur jeta ka mbaruar, le themi jeta për njerëzit normal që shkojnë dhe flenë, dhe çdo gjë lahet dhe rregullohet dhe nesër të nesër është akoma është sërish le themi e pastër për të filluar jetën, mua s'ma mbush mendjen dot askush. Kemi probleme me trafikun, kemi probleme me parkimet, kemi shumë probleme, ylli, shumë probleme. Ndaj dhe them që fokusi. Mund ta bëj një pyetje të lutem? Të lutem zoti Lesi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A mundet? Të lutem. Ylli, po flas pa leje, Të lutem. Me lej po flet se ti ke drejt të pyes. Herë urime për Kuraj, iniciativën për kandidati i pavarur. Faleminderit. Është një iniciativë në kushtet e dy partive të mëdha shumë e guximshme, por më lejo të bëj pyetjen, ju synoni dhe besoni se do merrni vota më shumë nga kampi i majt apo nga kampi i djathtë? Nikol, të përgjigjem shumë thjesht. Objektivi im kryesor i pari në absolut është vendosja e një standardi, dhe standardi duhet të jetë programi me pikat për problematikat që ka Tirana. Pra unë dua që tani e tutje këtë retoriko politike ta lëmën janë, të flasin të gjithë për problematikat e Tiranës dhe të konfrontojmë dhe të bëjmë debat për Tiranën. Pra, ky është pikësynimi im i parë. Nuk besoj se do fitoj, jam i bindur për këtë gjën, në rregull, por unë do bëj betejën time që ky qytet të bëhet sa më i mirë të jetë mundur, ndryshe nëse ne do të tërhiqemi dhe do bëjmë ato lepujt që shikoj nga larg, që po bëhet, që Tirana po shkon e po bëhet ajo që po bëhet, le të themi, nuk shkon kjo gjë dhe unë nuk e bëj dot, nuk është pjesë e karakterit tim. Ne të gjithë duhet bëjmë diçka që ky qytet bëhet më jetueshëm, të ndryshojë. Dhe ndryshohet me shumë pak gjëra. Edhe të them, Po patjetër. unë mendoj që zoti Gremi ka vokacion perëndimor. Ka jetuar atje dhe kërkon që atë model shërbimi perëndimor që ka në qytete, që këtu, siç e tha ai, është e bërë pa jetueshme, do përpiqet që nëpërmjet luftës dhe betejës vet ta bëj prezente dhe t'i shërbej. Për shembull, Fari, ti marrim një nga një këto problematikat. Që Tirana ka shumë pika grumbullimi për plerat, jemi dakord për këtë gjë në lagjen tonë për shembull, në rrugën tonë. Në rrugën tonë është ndërtuar pafund. Është edhe rruga e Blushit, është edhe Blushi aty. Edhe Blushin, e përshëndesim Blushin. Kush blusha? Ben Blushi. Se është dhe blushi tjetër. Janë dy blush. Jo, s'është ai tjetër. Në rrugën tonë për shembull është ndërtuar pa një plan urbanistik, në kuptimin që janë ndërtuar pallate dhe apartamente,
por nuk është menduar se ku këta njerëz do marrin do hedhin plerat. Pra, aty është një pikë grumbullimi që ka diku tek 15 vite dhe ndërkohë në 15 vite aty janë bërë një 4, 5, 6, 10 pallate të tjera. Jemi dakord për këtë apo jo? A jemi dakord që pikë mbanera kërm dhe nuk durohet dot? A jemi dakord që rrugët janë të bëra pis me njolla vaj dhe nuk lahen kurr? A jemi dakord që ai pislëk kthehet në bakter, kthehet në mikrobe, kthehet në viruse që na smurin edhe fëmijët tanë? Tani, Të gjitha këto e kanë burimin të korrupsioni i bashkisë. Është 500 milion buxheti vjetor i bashkisë. Ka qenë në 60. a keni ju, Tani unë këto nuk e di. Zoti Gremi, Urdhëro. është pyetja që është shumë të pavarit të pavarit e varur që kemi të Se jemi dhe ato që paguajmë shumë taksa këtij vendi, paguajmë të lutem, lekët. të lutem. E s'na pastrojnë. Të pavarit e varur që janë nga pjesa e opozitës, i mbledhin me njerë firmat. Tiranën duhen 7.000 firma. Tani ti mbledh do të firma apo jo? A ke filluar ti mbledhësh dhe a i mbledh do të zotri? Unë kam nisur... Se unë mendoj që ti, bilet a i që përmëndi tela, si e ka i komunisti? Marko Dajti. Dhe Marko Dajti i shkret, ma nuk... Unë nuk jam komunist. Se Shoku Enver ka vdekur për shembull. Dësa këta janë gjallë që i japin votat tyre. Tjerve. Mbanë mund syri Marko Dajti në 2023 në zgjedhje. Ja? 2023 syri Marko Dajti. Yri? Me PD-s. Me firme Flamur Nokës, si deputete, propozoj Flamur Noka. Se Flamuri e ka dhe deputeta. Pra se... Flamur Noka Marko Dajti, ma. Me qënë se... Po për të qarë votë dhe spajtës, pra? Me qënë se... E tani edhe... Po, të lutem. Edhe të nderuari tani, zotit Gremi, doni t'i futin një njeri pa tjetër, i futin Veliun. Ky e njoh tha i shkreti, se që të thotë, kërë e nje. Zotit Gremi, unë e pas qik Facebook tani, e ka bërë share Ramën telef fare. Çdo gjithë, nga prilli... Që ti ke përshirë Ramëna? Tani, të sjarojnë dhe sa gjëra, mua në qoftë se do mundojnë dhe po fusin retorikën politike dhe të helmit, unë nuk do futem kurr. Dhe unë e kam shpjeguar dhe te programi im që unë nuk do merrem me asgjë tjetër përveç se programit. Për sa i përket Ramës, patjetër që unë Ramën e njoh, nuk kam turp ta them këtë gjën. Sherun kanë bërë vetëm projektet që Rama ka ndarë për Evropën. Projekti është takimi i Ramës në Itali për fushat elektorale. Si? Lutem? Takimi i Ramës në Itali për fushat elektorale. Po pse më fal, ku qëndron problemi këtu? Po s'ka si problem, thua jam me Ramën, s'ka si gjë. O zotri, tani nuk më fut mua dot në këtë debat. Unë nuk jam me askënd, sepse të theve... Ti tregon tifozeri për Ramën, në thua mua se jam të debat. Kusë debat, kusë konstatim? Nuk më fut dot në debatin e tifozerisë, nuk jam tifoz i askujt. Nuk shoh futboll. Po ti bësh shërë nga mjezit e ndarket i Ramës. Unë shikoj vetëm gjërat e mia dhe nuk do merrem kur me këtë retorikën boshe që bëhet në përstudio. Nëse ka një arsye madhore që ky qytet është në kushtet ku është, janë konotacionet politike që duoni apo nuk doni, ju shkoni dhe i jepni çdo gjëje. Edhe nëse Rama është aty ku është, mund të dalë gjithë patronazhistët e Shqipërisë të kandidojnë për Tiranën, çfarë themi ne se janë patronazhistë? Ju bëni në çdo bisedë që bëni 70% biseda se bëni për Ramën, pse fiton Rama pastaj? Po fiton Rama sepse ju vazhdoni për përmendni Ramën një Kush e përmendi Ramën? Ti ke bërë shër dhe unë të pyeta pse e ke bërë. Dhe jam shumë krenar që e kam bërë dhe unë nuk kam turp ta bërë këtë gjë. A e di kush duhet ketë turp? A e di kush duhet ketë bërë turp? Jo, mos s'kam punë. Unë jam presidenti i punës time. Kam 120 punësuar dhe nuk kam marr asnjë lloj paraje, leku, tenderi nga qeveria. Këtë gjë ta jap. Qeveria ndihmon në 100 mënyra. Me çfarë mënyrash ndihmon? E kanë filluar biznesin me ndryshe nga Juve, zotëri, e kanë filluar biznesin tim me 5.000 euro dhe nuk i kam shtrirë dorën kujt askush. Nuk ta akuzoj për biznes. Unë të gjithë i kam ndihmuar, po unë nuk ja shtri dorën kujt. Në rregull, po të duash, interesohu për mua, unë nuk jam me askënd, nuk kam nevojë për, po mi më bëj çfarë duash, domethënë, nuk më duhet të qelloj retorike. Tani, për parkingje do flasim ylli? Për kë? Për parkimet. Pra jemi dakord që në Tiranë është... Jo, nuk do flasim. Jo, nuk do flasim. Për shembull, për para parkinget nuk zgjidh asnjë gjë në Tiranë, ti them unë. 30 parkinge sociale. Për kullat. Për shembull,
Që pasi të mbarojmë bashkë... Do flasim dhe për kullat, pa tjetër. Do të flasim për kullat, janë gabuara. A, do me lesh të mbaroj unë pyetje. Urdhëro, po. Diçka kam përthënë dhe unë që është dhe pyetja brenda. Nëse ne flasim për kullat, për shembull, e pyetëm për kullat dhe kandidatin e pavarur, që janë mbështet opozita. Ai foli për parkinget, edhe ai foli për autobuset. Për autobuset ka folur dhe Belindi këtu, ku shturu Nikola, dhe mori mbrylin. Po fole për parkinget dhe vetëm për këto, baron filmin. Mëse kullat... Ti e di, Më fal, ti po deshe fol dhe për fluturat. Biletin në programe kishe pastrimi i këtyre flutura kërkalecat që janë në përshtylla. E kishe në program pikë të Po rëndësishme. zotri, ne bëj turizëm tash, zotri, ne bëjmë turizëm në rregull dhe Po ne bëjmë kush të thatë mos e bësh. po mirë në rregull tash, mos e degjerojmë tash bisedën. Unë degeneroj bisedën. Duke bërë Duke turizëm. thënë ti për unë po të pyes. Po pse gjë e vogël janë ato mirimangat, ato tela që varen mbi kokë. Në gjithat program të gjatë Merimagat, ore Merimagat mirë pastroj dhe zotri mirë bën që do i pastroj. Më fal, në Paris i Kullat shifni, që do besh tani. në Barcelonë i shifni, atëherë për kullat Hajde flasim dhe për kullat. Ju them opinionin tim se më thatë që jam indikuar nga Rama dhe mi se kullat i bëka Rama. Jo, nuk të tha. Entona Bileka të pa disa sherë, të bëra i ka hapi tani. Më lërë përgjigjem. Për mendimin tim, kullat nuk janë i vlerë shtuar për Tiranën. Për mendimin tim, çdo turist i huaj që vjen tek ne, unë bëj mirë ambit, askush nuk ikën nga Tirana duke thënë sa të bukura këto kulla. Pra të njëjtën gjë ka fol Binaj për parkingjet dhe jo për kullat. Unë nuk e di çfarë ka folur Binaj. Do të flasim për kullat, Ti nuk shikon kandidatin, e shikoj unë kandidatin. Po pra, e konkurrenti. Konkurrenti, ti nuk shikon konkurrentin, e shikoj unë konkurrentin, nuk e shikon tia. 30 parkingjet, unë e kam shkruar në 2022-shin, gjë artikullin. 30 parkingjet nën toksore. Kam thënë sa kushtojnë, sa do i kushtosin. Ti qosh, inshallah fiton me parkingjet. Inshallah fiton zgjedhjet. Tani, dhe ne shpëtojmë për parkingjet. Cela, çfarë do t'i thoshe? Mbase ju se keni problem për parkingjet, se keni mbase mundësi për ta parkuar shtëpinë ato makina në shtëpi, ëh? Po në parkingun poshtë që kam po. Zoti Gremi, kur po fliste pak më parë, tha, është e sigurt që tha, unë e di shumë mirë që nuk do fitoj zgjedhjet. Po. Edhe është i qartë. Tani pyetja është pse po kandidon kur e di shumë mirë që s'do të fitosh zgjedhjet? Se kandidimi i një personi të pavarur në zgjedhjet lokale ka sens kur zgjedhjet janë me detyrimin që fituesi duhet marrë 50+1% votave. Po këtu nuk ka më balotazhe. Këtu ai që merr një votë më shumë se tjetri fiton dhe mbaron historia. Kështu që përqindja jote e vogël, 1, 2, 5% sa mund të marrësh, është e pandikueshme në rezultatin e zgjedhjeve në një moment të dytë nëse do duaj. Ky programi që ju keni bërë për 5 ditë, nuk besoj se është programi i rrugës Bogdanëve ku jetoni. Mund të jetë program për gjithë Tiranën, po ty nuk të njeh Tirana. Ju i rat derës së zotit Rakipi sot për të bërë i njohur. Në fakt nuk i kam rënë. Më kanë kontaktuar. Tani të shpejt. Kandidimi juaj. E kuptova pyetjen. Inshallah të hapin të tjerët më. Unë i kërkoj të gjithë. Pra çfarë sensi ka garimi kur të unë nuk do fitoj? Unë sa të gjova thash çfarë do ky njeri, çfarë do të bëj. Po fakti që parkingjet, për shembull, ti flet për parkingjet, një gjë për parkingjet fliste edhe Binaj. Dhe jo për oligarkët, s'kish asnjë emër oligarki. Jo tha goja. Shiko, nëse Binaj ka folur për parkingjet, bravo i qoftë. Bravo. Sepse do kemi... Po ti mori votat të gjitha. Po shumë mirë, po problemi, po nuk do shkoj në shtëpi, nuk do ngel pa bukë, zotri. Unë kam punët e mia. Nuk kam asnjë problemi tani. O zotri, po ne nuk kemi marrë ty këtu që themi nuk do fitosh më. Zotit e litit mund t'i përgjigjem. Unë dola dhe po kandidoj, po kush të mbështet? Zotit e litit, kush të mbështet thotë zoti Tela. Zotit e litit mund t'i përgjigjem. Tela, jo të litit. Të paktën, po mirë ndjes, të paktën unë një debat edhe një standard do ta vendos. Gjë kandidat tjerë. Të paktën një debat dhe një standard do ta hap dhe një standard do ta vendos. Dhe standardi do jetë një kontratë me 2, 5, 7, 10 pika të nënshkruar me qytetarët që kur njeriu kandidati fitoj zgjedhjet, ketë marrë një impenjim serioz me qytetarët dhe t'i tërhiqet veshit gjatë gjithë mandatit për punët që i ka bërë apo nuk i ka bërë. Detyrim çdo kandidat dhe çdo kandidat premton, çdo parti premton, çdo parti edhe kandidati kërkohet llogari kur nuk i bën premtimet. Erion Velia kishte bërë një kontratë me qytetarët, çka ka firmosur? Mo thua një kontratë që ka firmosur Veliaj. E kishte firmos Basha?
Më thoni një kontratë. Të gjithë firmosin kontratë, sepse i shkon njerëzve shkoni votoni, në bazë të pikave të programit që kam çdo parti politike e bën këtë. Nuk po thoni në një gjë Po të pse re. më fal, tek zgjedhjet e fundit kishte Partia Socialiste, kishte një kontratë. Patjetër, do na fusin në BE. Kjo është kontrata. Po të gjithë kanë një kontratë me votuesin. O zotëri, unë po të flas kontratë me pika konkrete për problemet që ka qyteti. Po me pika të gjithë kandidatët, edhe zonja Manastir Liu, pavarësisht se nuk kemi një datë zgjedhjesh, çdo ditë del në njësit bashkiake dhe ka kontratë me çdo qytetar të PS-s në lotë. Ile ajo vete der në der, me sa kam dëgjuar. E shef ku të vjedhi. Po. Ku të vjetë thot Fariu? Do jetë fusha që do të dalë lekë. Tani Pyetja ishte kush ju mbështet, pra, domethënë, a jeni një grup njerëzish, a jeni një shoqata, domethënë se po dal vetëm unë të kandidoj se kam ca pika në program. Mbase juve mund të duket pak e çuditshme. Pikë parë një herë ju them dy gjëra. Jo domosdoshmërisht dikush duhet të ketë patjetër dikë nga mbrapa, se në Shqipëri ekziston kjo që kë ka nga mbrapa, jo mos kam asnjë, s'kam nevojë të kem asnjë nga mbrapa. Kam veten time, kam idetë mia. Për sa i përket jemi 10 veta mendojmë kështu, jemi 100 veta. A mendoj si 120 punëtorët e mi? Për sa i përket mënyrës komunikimit, pra për të bërë advising, pra për të përçuar zërin tek njerëzit. Sot me rrjetet sociale, ti mund bësh gjithçka. Pra ato 500.000 votuesi ka Tirana, me 50 erodita shkon dhe ja çon fjalën tënde. Nuk është ky problemi, o zotëri. Që ti të dalësh dhe të kapësh 30.000, 20.000, 40.000, 50.000 veta dhe ti përçosh ato programin dhe fjalën tënde ose dalësh mbash nga një fjalim çdo ditë. Problemi është programi, problemi janë pikat, problemi janë problematika dhe deri në momentin që ne nuk ulemi, nda shikojmë realitetin me sy të kthjellët dhe themi që Tiranë ka probleme. Dhe këto probleme duhen zgjidhur me zgjidhje konkrete. Të lutem. Zoti Gremi. Po ndry Nikol dhe se do të konkludojmë se kemi pjesën e dytë. Zoti Gremi. Të lutem. Me lejo të bëj një sugjerim. Po. Nuk duhej kurrësi ta thoshe që jam i bindur që nuk fitoj. Në mënyrë kategorike, pavarësisht se unë e di fundin si që di dhe ti, por njeriu kur futet në një fushat, futet me i besim vetvete dhe do të shikoja kandidatët përballë rival ku gabojnë dhe do t'i masakrojen debatet televizive të 3 përballë. Zoti Lesi të ndërpres vetëm pak unë thash, mbase nuk fitoj. Dakor. Në rregull, mbase nuk fitoj. Të kërkoj ndjesë se kuptova gabim. Por gjithsesi edhe një herë po them. Ti duhet prekish pjesën ngritë të elektoratit. Besoj. Duhet t'i shikosh programet e të 3 kandidatëve përballë ku gabojnë dhe si tha ylli, jo parkimet flet Floran Binaj apo jo kandidati i opozicës. Po ti flasësh për kullat, për parat, për bizneset, për gjithçka. Masakrosh, për gjitha. Edhe për insenatorin mund të flasi. Për të gjithë, nëse do që të fitosh pikë dhe që të krijosh një besim te një pjesë e insenatori nuk u qenë. Ky Tiranës. Ndryshe i dashur, mbyllë sonte mbyllë Rakipi, mua pimi kafe në dati frontit. Si ta mbyll pa, i do vetë kanë gjë për Tilani. Ramiz Alia në Zënjishin. Dhe Gremi, ne u përpoqëm të nga smonim në bisedë. Ramiz Alia në Zënjishin. Me idenë për të ndihmuar. Jo, ke filluar të mbledhësh firmat. A ke mbledhur? Sa firma ke mbledhur? Urdhot lutem? Sa firma ke mbledhur? Deri tani. Atëre, ligjërisht nuk është akoma e lishme që të nisësh mbledhësh firmat, pak më tha Çeli Bashi. Unë nuk është se kam ndonjë problem të madh për të mbledhur 7.000 firma, nuk është ky problemi. Në hyrje të programit që ti më dorëzove mua, thoshe që nuk e dia do t'i mbledh 7.000 firma. Unë besoj që ato firma ka për t'i mbledhur. Nuk është ky problemi im. Tu lumt edhe ne të urojmë, zoti Gremi, që ti të kesh sukses. Megjithse në një vend ku jemi ne, është një vend xhungël ku të mëdhenj të bëjnë punën e tyre. Në Bukuresht një kryetar bashkie ka fituar kështu pavarur fare. Ne të urojmë të ndodhe mira, me mira. Zoti Rakipi, për xhunglën nuk më thënë ndonjë gjë të re se kam vite që jetoj në Shupe, kështu që e dim çfarë është ky vend. Edhe besoj dhe kam bine që nëse gjithkush nga ne do jap atë kontributin e tij për ta ndryshuar sadopak, unë besoj që më në fund mbasi ky vend mund ndryshojë. Ndryshe hajde të marrin të gjitha etikim atëherë dhe ta lëmë që ky vend bëhet çfarë bëhet. Në fakt më shkruan dhe Kujtim Gjuzi që thotë 5 kandidatët Gjugori thatë me emra, po konservatorin Kujtim Gjuzi pse thatë. Do fut Kujtimi. Nuk ka zgjidhje në Tiranë, thuaj Nikolës, se i bën sikur e haron Gjuzin. Mos e haro, sepse ai po më shkruan. Nuk e dija se do kandidoj, nuk e dija. Kërkoj ndjes.
Shkojnë Nuk e pjesë di. këtu tani edhe tjera. Nuk e di. Se do kandidoj? Po besoj po se ai thotë. Nuk ka zgjedhje në Tiranë thot pa kandidimin e Gjuzit. Ti mendon që ndryshon loja? Para njerë nuk të falet ty, mos e kishe aty kur Diçka rendit do e të shoh, kandidat. po e kisha unë. Jo, se kishe kur rendit e kandidat. Kandidati i parë që unë thira, i cili i tha Sali Berishës, i cili i tha Sali Berishës, unë Të realizuar akoma. Po është do lirohesh për 33 ditë. është këto 19 që sa Do fali. lirohesh i tha për 33 ditë, nëse më zgjedh mua, ai nuk e dëgjoj. Do këtoj nuk e dëgjoj, ai do dal vetë. Koalicion. Po ti mendon që po të hyaj ndryshon loja? Unë besoj që po, Gjuzo, deklaroj edhe njërë që ta themun që Gjuzi është kandidat, se edhe këta nuk e dinin, kolegët e mi nuk e dinin, ma shkruaj këtu se nuk kemi kështu kohë që të fot përsëri unë, por deklaroj në telefonin tim dhe unë e deklaroj kolegëve dhe popullata e merr vesh që Po duhet ta mbështesi dikush edhe Gjuzin që të futet, se nuk ju do të vetëm. 7.000 vota i merr kështu, çfarë? Ka partije? Atëre, Ka dy partije. atëre, Tim vete. Zoti Gremi, gjithë të mirat të urojmë që ti të Shumë falinderit. fitosh dhe Ajo që është e rëndësishme është që njeriu duhet ta provojë një jetë për çdo lloj gjëje dhe mbi të gjitha të ndryshoj atë vend për cilën paguan shumë taksë. mund të rrihet e kjo pyetje që pason, sepse unë atë që ta bëra ty, Të lutem. nga që doli, duke parë intervistën e Florian Binajt, që unë e kam skaletuar këtë, më bëri përshtypje se ai nuk kishte asnjë qendrim për oligarkët. Për ndërtimet, thuajse për asgjë. Foli vetëm për parkimet në Tiranë që mungojnë. Do qëndrimin tim për oligarkët dhe për parkimet. Mi po, Jo, s'do të thotë të gjitha Ta të them, para. ta thash që Do ketë 40 jo, ditë. po thash çfarë duhet në Tiranë dhe ai parkinge dhe pezhishkat ta. Pezhishkat i bie te Ilja Dot Ramës, mos e ka bërë zyra ai. Por tani thuaj edhe dy fjalë për këtë dhe ndajemi bashkë. Do me thënë e theti pak a shumë, parkinget janë të rëndësishme, ti ashtu e shikon o zotri. Se oligarkët thaj, do flas për oligarkët. Do flas për oligarkët. Oligarkët ke gjë për të thënë ja. Tani, ato gjëra që unë dua të thënë ju, ti nuk më lë ti thënë. Parkingu nuk është aq e thjesht, parkingu është smog. Jo, nuk do të le Është për stres, parking. është stres. Jo, nuk të Është them. tym Jo, për nuk të le. mushkërit, Jo, është nuk stres, të le të është vazhdosh shumë- për është parking. shumë Unë ke gjë për mjekore. këto dyja. Atë Se unë të thash që Bina i foli për parkinget, nuk la gjë pa them. për kullat, pra për kullat, dhe unë ta thash, unë nuk kam ndonjë simpati të madhe për kullat, Oligarkët, nuk ke? i dua kullat, nuk i njoh dhe nuk njoh asnjë oligark një thënë time. Nuk një asnjë oligark. Jo. Bukur shumë. Dhe të them Ja, dhe kjo është. të them dhe një gjë tjetër. E kaluara ime është e tillë, ose më mirë ngritja ime në biznes ka qenë e tillë që kam arritur çdo gjë me punën dhe djesën time dhe koncepti im për qytetin është menaxhimi. Ky vend, ky qytet do menaxhimi. Gremi, faleminderit shumë. Kënaqësi që ishim Faleminderit juve. Kënaqësi që ishim bashkë. Faleminderit. Unë kam dhe dy pyetje me kolegët dhe e mbyll të pjesë. Faleminderit. Faleminderit. Për kandidimin e Arlind Qorit, me që bëra këtë pyetjen e parë unë që ai Arlind Qori përmend me radhë oligarkët, deri dhe i thot emër mbi emër fari, po ta kesh në reti. Ka brenda Asnjëri tjetër nuk i thot nuk gëzon njërin botë. Më mirë thot emrin e Edi Ramës tonë të gjithë, more çat duar, çat do emri oligarkja. Vetëm ky Arlind i thot. Si shpjegohet kjo tani? Si. Kam këtë pyetje, vetëm Arlind Qori i thot. Pastaj kemi gjë pyetje për Manastirion dhe e mbyllim. Unë mendoj që ti përmendësh kot biznesmen të mëdhenj ose ata që quhen oligark këtu, s'ka si vlerë. S'ka. E themin, sa me Mane Kastrati, Bashkim Ulaj, ata biznesmen. Ata, kur ti ata i përmend si shkeljes të ligjit, është tjetër çështje. Dhe kur për çdo shkelje duhet të kesh një shkelje, duhet të kesh një argument. Të përmendesh që ata janë biznesmen, po janë biznesmen të preferuar të Ramës, po Niko, ke gjeti për këtë temë valla se nuk punon dot. temë ndaluar është Se kullën kush e bëri? Jo, Kush i bën kullën? I bën Kastrati apo i bën Edi Rama? Kullën i bën Edi Rama. Do thot u avizaton. Këtë thonë vetëm oligark në Shqipëri. Shkon te arkitekti atje. Opozita i vetëm oligark në Shqipëri është Edi Rama. Po. Po mund dakord. Dakord më është mendoj. Jo. tani am pyetje. A kanë shkelur ata? Ata Niko, kanë ke shkelur. gjeti- Pyetje ta them unë. Oligarkët në këtë vend janë krijuar me pushtetin e Sali Berishës. Absolutisht në vitin 2005. Dhe vazhduan më fort në pushtetin. Ndërsa me Ramën po forcohen dhe janë blinduar. Po oligarkët të gjithë njëjtit emra që janë në kohën e Saliut janë në kohën e Ramës. Oligarkët, biznesmen mëdhenj thuaj. Biznesmen si duar që. Oligarkë janë kur vendosin ata mbi Kam Ramën. këtë koncept, Nikol. E para, Arlindit i takon që ta bëj atë punë se asaj filozofie i shërben.
Ne jemi tjetër, kemi pranuar kapitalizmin, do ketë njerëz të pasur, do ketë vashur. Se bina ja skot nuk i Ne përmendoj. kemi... I hiku pyetjes. Ka mundësi të përmendoj. Jo, Ai tha unë po e zhvillimi. pash. A tha zhvillimi Mirë, unë do të, Zhvillimi kur të mbarojmë, unë ekonomik, do ta jap videon ty të duhet të shikosh, shoqërohet me zhvillimin social. por ai Shka tillë. i hiku pyetjes. Po mirë se mund As ta kot pyesim nuk përsëri, mund ta pyesim përsëri se Jo, mirë, juve derisa të vinë zgjedhjet mund ta pyesin në mund Ose ai si vetë. përmend ato në një intervistë me ty për shembull direkte në një sistem, Ne kemi ftuar Binajn të jetë s'ka vlerë. këtu tha do vi. Këtë Stafin e kam porositur, Rëzhan Masaro, ti telefonosh Binajt që të vi dhe të jap je vetë dhe jo tela me një gollën dhe themi me mendimin që në Thuaj ti tani vërtet, urgjent të fare. Të thash, Arlindi ka të drejtë ti zër me gojë, ti përmendi, ti trajtoj si që i trajton. Për shkak të Se ideologjisë. është për shkak të asaj besimi që ai ka. Dhe ai kur njeriu është në kostumin e vet, është rregulloj, e ka zgjedh vet atë rrugë dhe ai ta shikoj atë punë, shërben shoqërisë me atë kënd. Kurse ne të tjerë dhe në përgjithësi ka një konfundim të çështjes. E para për kufizimi fjalës oligark. Dhe cilët janë oligark, cilët janë... Se di me është Jo, që nga Greqia cilët- lashtë... një pra rregull. Ke gje për ten, nuk thua më, nuk thua. Një sekond. Neve duhet të shikojmë që këta njerëz të pasur që janë, si janë në raport me ligjin, si janë me taksën, në rregull. kupton, si janë me këtë respektimin e kësaj. Zoti Sepse- Kujtim Gjuzi thot, Më fal. Me është gjithë lajmi në respektin sistem tani, të do ta heqësh. Po jo, më fal, mos e hiqet. Do të heq, lajmi Por një duhet gjë me thënë këtë që kush e shkel ligjin është jo nuk ka zgjedhje në Tiranë. shteti është Morën veshe, qeveria, na e mbushë me një vari plotësisht që s'ka oligark. Qa ke Rirat? Se s'ka oligark, po oligark është... Po Rirat Rama, më, ke qarë. Rama vetëm. Vetëm Rama është gjithat këqijat këtu i bën Rama më vo. Qa kujton se ka Nuk një as oligark. tjetër? Ti e ke thënë her pas her këtu. E kam thënë, po domethënë ai tregon që është më i liri me zgjidhje tyre që kandidon, është njeriu më i lirë dhe mund të përmendi Nuk ka zgjedhje në Tiranë, thotë më nën nëndor, Po më mund kandidon apo me këlysht e Sorosit. Në nëndor tani edhe 90 orë nuk ka rëndësi mo. Se këlysht Sorosit që këta ky, apo të djathët. Mirë ben. Si të djathët. Shosi janë të majtë të dylli. E këlysht e Sorosit... Majtë të janë. Jo, ose 24 veta janë Partinë Demokratike, ta i minimroj këtu. Po. Kaq të Ilir Meta, kaq këtu. nga dyja parë. 32... Këta i quan 200%. mo. Flasim për kandidatit. Majtët janë 200%. Dërsa të djathët, thotë Edhe janë qorin, 24 veta brenda Partisë Demokratike Edhe të sos. qorin e Do që ta ullë të enën tjetër kujtimin me ta dëgjosh ti. Nevoj, kam i diun... Primë po do ta dëgjosh dëgjohe. Ska nevoj, fare, po... Ore përplasesh me tjetrin se ai ka mendimin e vet. Vim të Manastir Liu, se po vjen... Atere, miqtë e USA-s kanë këshillu të kandidoj, tot. Miqtë e Amerikës. I kam gati dokumentin dhe këshilltari bashkiak mbështetës. Konfirmoj kandidimin. E konfirmon. A pra u bë... Sot Nikola është i falur me që kërkon falje publike. Faleminderit shumë. Okej. Urime Kujtim. Në golë minutë fundit të shko. Tani, po kandidimi Manastir Liut nga Rama, leshove fari i thuaj që duesh. Pse Ramës i duhet? Pse Ramës? Po si thu Leshov? Leshove fari tani, mos lerë dhem palishuar. Pse Ramës i duhet pikrish Manastir Liut dhe jo dikush tjetër. Na spjego këtë tani, ti pse kupton? Kjo e qeshur Juli është një... Do zbërthejet të popullin e një vjedhje të paparë. Dhe të popullin në vjedhje Në një vjedhje të paparë. Pse pikrish Manastir Liut dhe jo dikush tjetër tani që është zgjedhur aty? Se ti di se është gjenë sa gjëra shumë interesante, me thënë drejtën, në? E vërteta është që ai këtë e ka vënë nga sikleti. Sa Dhe mirë më që duke se penguan, do ta djegi. sa mirë, fari vetë një sekundë, sa mirë që penguan këta të PD-s që sillin e një pjesë njerëzish në permisione, jam rahat shumë tani unë. Po pësëja ka 12 vjetë jesh rahat, shon një deputet, një politikan, shon një ministër, Pësëja ka mbyllur mo. të s'ja njef ministra. Pësëja ka mbyllur ma, ja ku del ai. Del vetëm aty, më shon mjekën e bardhë dhe të gjitha, sa Ismail Qemali, tjetri, hajt. Edhe që pëse në pushtetesh nuk ka nevojë ta bëj. Zoti Fari? Jo, ajo është i detyrim që Se- të dalin ministra. Se jemi në... Dalin deputet. Se do kemi dhe lidhje me Prishtinën dhe... Unë, dakord, unë mendoj që zgjedhja e saj e para ai nuk ka më atë stand ka ai, atë kulmet kërkon. Dhe kujdes dëgjoje. Po. Nikol, Po. Fal. ai atë stand ka. Manastir Liu, Kumbaro, që lexohet në ekran. Çfarë është? Kjo tjetra, ajo tjetra, ai tjetri, ai ka gjithë saj. Preni i top janë ato. Gjithë. Mani topin e basmave,
a i mner 1 metër, ti merë 300 metrë, po a i topësh, po a i stofësh. Kështu që a i s'ka ku të marrë, a i po atë model të marrë, por ka i shpresë që kjo mos hajt dardha pas shpinës të këti, si që s'ka ngrën deri tani. Si që ngriveliu, thoti? Si që ka ngrën, kjo ka besim të gratë të këtë, se a i ka problem me gratë. Edhe a i këtu e ka atë, që kjo nuk do hajë ato, dhe ato pak lekë që do mbeten deri në kur të vinë zgjedhjet e vërteta, kjo të mos bëjnë ai maskaratë. Zoti Tela ti ç'mendon për Manastirliun dhe për Ta thashtë edhe herën e kaluar. Manastirliu ka qenë drejtuesja politike e qarkut Tiranës në zgjedhjet lokale, kështu që ishte afërmend kandidatja më potenciale për ta marrë. Edhe nëse nuk do zhvillohen zgjedhje, nuk do të zhvilloheshin zgjedhje, nuk do të zhvillohen zgjedhje, do ishte kandidate për zgjedhjet e 2027-s. Në një farë kuptimi, kryetari i Bashkisë Tiranës është pak a shumë, themi, pasardhës potencial i postin e kryeministrit për partinë qeverisë. Me këtë mënyrë, Edi Rama i ka vënë vizën, pra nuk ka më pasardhës. Pasardhësin e cakton ai se kush do jetë më tej në drejtim të Partisë Socialiste apo në postin e kryeministrit. Abilega. Shkësi, jam marrë me njeriu të quaj vetëm pasardhës për mori bashkën? Ja, të shion ma. Ai e quajti pasardhës dhe... Shi mbeti vetëm romani i Kadares pasardhësi. Pasardhës s'ka ma. Politik që e bërë libër tjetër tani, për shumë. Jo, Bota, se që ishte një bota. jo, është botimi Montefiores. Jo, është botimi Montefiores. Botimi më Jo, është angles. A, është botimi gjutë tjetër, në reu. Nuk shkruan më libra fare? Shkruaj, do shkruaj dhe një për ty. Shumë shpejt si tava i njela atere. Mos ta se e shkru për 24 orë, kë, ju theti po e shkru. Po, tha mua... Baba të më. Njela, ishim bashkë, të tre. Mos ta se ta bëri librin aty, tha mbyllë, dojnë ta... Po, mbyllë, tha se të Ja, po e pyti, tha, bëri librin. E po dhe Po, të bëri librin, tha, e ha librin për 24 orë. Tani, Babilike? A i mendoj që Manastirliu është mishërimi djellës së Ramës. Djellës, thoti, ha? është një figurë, një robot, që bën çfarë Se zhvija ty, apo do bërë Rama, aktoren? dhe është ajo, pikërisht ajo që do Rama. Rama do që në bashkitë kryesore, Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Imar, të ketë njerëz të tillë, cilët flasin me gojën e tij, shkruajnë me gojën e tij, firmosin me dorën e tij po me emrin e vet, dhe ai bën gjithçka nëpërmjet tyre. Po kush guxon në tonë të thotë ndryshe? Po pra, velia që ishte Riku. Okej. Kështu që kjo është Manastirliu. Aty do jetë një version i diellës në bashkinë e Tiranës, nëse do fitojmë. Do më thënë i bie konkubin elektronike quhet. Plis, tani kemi një moment. Jemi në fund. Farid dëshiron të rrish pjesën e dytë, se ti nga këto të gazës kupton gjëra. Po, pa tjetër. Me Nga kënaqësi. mesme nga këto Me kënaqësi. gjëra, edhe diplomat ke qenë, Pa tjetër. ke qenë këtu afër në Shkupe të gjitha, po, atëre, se dy kolegët i kam gjithmonë në këta. Atëre Tela dhe Zoti Lesi na lënë, dhe ti me Zotin Badhill dhe vjen Gjinishi dhe Nazarko, dhe flasim dy probleme të rëndësishme. I pari janë zgjedhjet në Kosovë, që është shkurt kjo, dhe dyti problemi i paqes madhe që u bë aty. Zoti Tela, Zoti Nikol, faleminderit shumë. Drejt. Të rinjtë tani ndoshta shihemi Tela. Publicitet rikthemi se edhe kur harroj unë këtë fjalë ju mund ta futni herë se ndodh që harron njeriu.